Në momente do të shkojmë në një lidhje direkte me ekspertin e njohur të sigurisë zotin Xhavid Shala për të diskutuar rreth situatës në Ukrainë, por gjithashtu edhe rreth situatës sigurisë në Ballkan. Mirëmëngjes, zoti Shala, kënaqësi t'ju kem në breaking. Mëngjes. Situata duket ende e paqartë në Ukrainë, pavarësisht ndërhyrjes së amerikanëve dhe insistimit të presidentit Donald Trump për të vendosur një armëpushim, madje duket se edhe pas bisedimeve që janë zhvilluar ditët e fundit, ende nuk ka arritur që të paktën qoftë edhe për pashk të ketë një armëpushim. Rusia ka sulmuar sërish mbrëm Ukrainën, pra duket se nuk ka stepje nga ana e Rusisë. Si e shihni ju këtë situatë? Unë shoh që gjatë kësaj javës që po analizojmë, ka patur zhvillime shumë interesante dhe dy janë elementet kryesor që tregon që kjo situatë apo çështja e armëpushimit ka kaluar në një nivel tjetër. E para është që për herë të parë përfshihet Europa direkt në bisedime, pra kemi takimin e Parisit ku sekretari amerikan i shtetit Witkoff, këshilltari apo personi autorizuar për bisedime me linjën mesme, por që është angazhuar shumë edhe me Ukrainën, Kellogg, gjenerali i ngarkuar për bisedime me Ukrainën, së bashku me përfaqësues nga Anglia, pra sekretari edhe atje i marrëdhënieve me jashtë, nga Franca dhe nga Gjermania, këshilltari për sigurinë i Olaf Scholzit, janë takuar në një takim, kanë diskutuar gjëra gjatë, pra për herë të parë Europa përfshihet në çështjet e bisedimeve për paqen në Ukrainë. Ky është një zhvillim shumë i rëndësishëm, pasi tregon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës më në fund e kuptuan që pa Europën nuk mund të ketë paqe dhe nuk mund të vazhdojnë bisedimet në... Pra kemi një stepje, le të themi, nisur edhe nga deklarata e Rubios. Një farë të rëndje të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një farë kthimi në realitet, pra që nuk mund të ketë paqe pa Europën. Nga ana tjetër, kjo duket edhe me ankesat e treguara nga apo nervozizmin e shprehur nga Kremlini, të cilët nëpërmjet Peskovit, zëdhënësit të Kremlinit, pret që Europa mendon vetëm për militarizimin. Pra, ai e ndjen që Europa, te përpjekjet e Europës për çet forcë sigurie në Ukrainë, ai e çon pjesë e militarizimit të Ukrainës. Kjo që nuk është as pak e vërtetë, sepse nuk mund të garantohet siguria e Ukrainës nga vetë ukrainasit në këtë fazë. Pra edhe prezenca apo ai grupi i vullnetmirëve apo i vullnetarëve që kanë ofruar mbështetjen e tyre për të një forcë sigurie në Ukrainë është vënë në realitet tashmë. Dhe nga ana tjetër, zhvillimi tjetër shumë interesant është që për herë të parë kemi një plan armëpushimi dhe një plan paqe të hedhur në tavolinë. Është një kapitull i ri për paqen, po. Po, është generali Kellogg, i cili e shpalosi këtë plan, me shumë gjasa plani fillimisht nëpërmjet Witkoffit i është dërguar edhe presidentit Putin javën që kaloi në takimin që ata patën. Ky plan është një plan interesant, i legjitimon ose evidenton faktin që siguria e Ukrainës, paktën në anën e majtë të lumit ndjepër, do të mbështetet nga forcat e sigurisë të këtyre vullnetarëve, duke përfshirë sidomos Francën dhe Anglinë, por edhe 28 shtete të tjera përveç këtyre dyve, të cilët kanë shprehur vullnetin për ta mbështetur sigurinë në Ukrainë. Nga ana tjetër, detyrimet që ka në një zonë të caktuar, pavarësisht se plani u trembëtua që është si puna e planit të Berlinit në luftën e dytë botërore. Në fakt nuk shkon fare krahasimi me ndarjen e Berlinit në disa zona, nuk shkon fare krahasimi, pse nuk shkon, sepse Berlini është kryeqyteti i Gjermanisë dhe Gjermania ishte humbse, ishte kapitulluese e luftës, kurse këtu Ukraina nuk është kapitulluese e luftës, Ukraina është shtet sovran, Ukraina po lufton në të drejtën e vet. Pra, nuk gjithsesi ky plan është një fazë ku asnjëherë deri tashmë nuk ka pas një plan në tavolinë. Pra, nga ana tjetër, në funksion të këtij plani, pra të armëpushtimit, ka patur bisedime edhe në Ankara
në silinë e forcave detare turke, ku autoritetet larta ushtarake nga pikërisht nga ky grupi i vullnetmirëve kanë biseduar për mënyrën për garancitë e sigurisë detare, pra për zonën e detit të Zi, dhe Turqia ka marrë angazhimin që do të jetë ajo një nga garantuesit kryesore apo një nga monitoruesit kryesore të arpushtimit jo të monitorues, po garantuese e arpushtimit në zonën e detit Zi. Pra është një përmarrje për të garantuar lirinë detare, për të garantuar lirinë e transportit të vitrave të tjerë praktikisht, pra në farë mënyrë për të garantuar sigurinë në detin e Zi. Kjo është një ajo nuk do ta bëj vetëm, ajo do të ketë mbështetjen, do të thonë, e shkërkuar që të ketë mbështetja logjistike, mbështetja me inteligjencë e NATO, e Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjithashtu do të ketë mbështetje edhe nga forcat angleze dhe forcat detare angleze dhe franceze. Çfarë pritet të ndodhë në takimin e Londrës, zoti Shala? Pas këtij diskutimi konstruktiv në Paris. Shiko, ne kemi ajo e unifikoi Europën. Në fakt, në këtë rast e unifikoi edhe bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kjo është një gjë e mirë, është një arritje e fuqishme për Perëndimin, dhe këtu ka filluar ta ndjej frikën Putini. Dhe Putini në këtë rast përpiqet me atë stilin e tij, domethënë janë bisedime, po nuk bim dakord, presionim vetëm për të zvarritur sa më shumë që të jetë mundur. Kto në mënyrë që të arrijë të arrijë ato qëllimet e veta strategjike, por edhe të avancojë sa më shumë në fushën e betejës. Me sa duket, paralajmërimi i Trumpit, që ishte edhe nëpërmjet sekretarit të Departamentit Shtetit, që tha që Rubin që ne nuk do presidenti Trump, të Shtetet Bashkuara mund të tërhiqen fare nga si ndërmjetës në bisedime, nëse palët nuk bin dakord, pra nëse nuk ka rezultate të shpejta. Pra duket që edhe Shtetet Bashkuara edhe Trumpi ka një padurim tashmë, sepse e kupton që një diçka që tha do zgjidhet për 24 orë në fushat, pastaj vazhdoi për 3 muaj, vazhdoi 100 ditë, por nuk mund të shkojë pafundësisht. Kjo edhe sepse kemi thënë që Trumpit i duhet një sukses i menjëhershëm për treguar që pak të njëra nga ato objektivat në komitetin e jashtëm ai arriti. Kjo është shumë, unë them që ka qenë fillim interesant për këtë javë, dhe besoj se plani Kellogg është një bazë e mirë për bisedime, është një bazë e mirë, paktën është rënë mbas këtij plani është rënë dakord që të ketë një zonë tampon midis Ukrainës dhe Rusisë. Domethënë midis në front, pra midis frontit që kontrollon pjesës së frontit që kontrollon Ukraina dhe që kontrollon Rusia, ku të dy palët do të largohen nga kjo, duke krijuar një korridor të demilitarizuar 15 deri në 30 kilometra në varësi edhe të relieve që do të lejojë zona ku do jetë. Që do të monitorohet nga trupat paqëruajtëse? Ideja është tashmë, shiko, është forcat e sigurisë që jenë të Anglisë, të Francës dhe të vendeve të tjera, do jenë më në thellësi, pra do jenë në zonën në anën e majtë e lumit Dnjepër, pra në zonën më poshtë, kurse këtu mundësia më e madhe nuk është diskutuar, fakt, po kjo zonë demilitarizuar duhet monitorohen, por monitorimi i saj do të jetë nën autoritetin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Pra ata do të menjanonin incidentet e tjera, do të bëjnë raportet e tjera. Pra kurse pjesa e sigurisë, pra forcat e sigurisë do jenë më në thellësi, ato do jenë për të garantuar në rastin e një agresioni të mëtejshëm të forcave ruse në territorin e Ukrainës. Është një zhvillim interesant i kësaj jave. Zoti Shala, pavarësisht se nuk është njoftuar për ndonjë marrëveshje konkrete armpushimi, gjithsesi ka qenë, le të themi, një bisedë konstruktive dhe është një hap i mirë për të parë, le të themi, diçka më konkrete në takimin e Londrës, që është parashikuar në Londër. Një bazë për të biseduar për diçka, sepse nuk mund të rrihet vetëm bisedimin në përgjithësi. Tashmë ka kaluar në terren konkret. Pra, me sa duket, ky plani Kellogg është vënë edhe europianëve, pra europianët jo vetëm që po përfshihen, por ata kanë marrë përsipër tashmë sigurinë e Ukrainës, sepse parashikon vetë kjo gjë që ky është një nga elementet që Rusia kundërshton me forcë të madhe, domethënë. Pra ajo e para, Rusia është përpjekur që dhe ka synimet e saj që Ukraina të mos pranohet në NATO, Ukraina të jetë
territor neutral, Ukraina mos të mobilizoj forca gjatë kohës së armpushimit dhe Rusia dhe të hiqin sanksionet kundër Rusisë. Pra këto janë kushte të cilat Rusia i ka menduar se do të realizojë. Po tashmë ky plan i ri i Kellogg ka në një farë mënyrë duket se nuk i ka pëlqyer shumë Rusisë. Duket se Rusia nuk e do paqen, të paktën në këto momente. Absolutisht, edhe presidenti Trump të thotë që brenda disa ditësh do duket, don apo se don Rusia paqen, dhe me gjithë gjasat Rusia do jetë e trysnuar tashmë. Ky ishte, unë nuk them që me të vërtetë amerikanët do të rriqin nga ndërmjetësimi, sepse këtë punë bëjnë në amerikanët ose nuk mund ta ndërmjetësojë asnjë palë tjetër, sepse presidenti Trump ju ka dhënë shumë bonuse rusëve vetëm për të arritur deri në këtë pikë, pra për të ulur në tavolinën e bisedimeve, edhe për të arritur një paqe, një arpushim fillimisht dhe pastaj një paqe të qëndrueshme. Kështu që nuk besoj që do të rriqin kaq thjesht amerikanët, sepse në fund fare kanë një objektiv, ka pas një objektiv të fushatës, por vihet në pikpyetje dhe reputacioni vetë presidentit Trump dhe ato elozhe apo ai mbrojtje që ai ka bërë në arenën ndërkombëtare dhe presidentit Putin, pra pikërisht për ta ulur në këtë pra për interesa të paqes dhe të sigurisë. Kështu që do duket edhe në takimin e Londrës, do duket gjërat, unë mendoj që do fillojnë të ecën tashmë. Me sa duket edhe Putinit po i mbarojnë ato afatet e lëvizjeve të tij, tërheqjeve për të fituar nga ana tërheqje taktike për të fituar në ana strategjike. Por nga ana tjetër ne kemi parë tensione edhe ndërmjet Rusisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Rusia madje është deklaruar e prerë, duke thënë se Gjermania do të përfshihet drejt për drejt në luftë me ne nëse i jep Ukrainës raketat Taurus. Ka qenë pikërisht presidenti i cili ka akuzuar Gjermaninë dhe disa vende të tjera perëndimore që janë përfshirë tashmë në luftë me Rusinë përmes mbështetjes për Ukrainën. Pra i konsideron që tani si armiq. Nga ana tjetër ne kemi diskutuar edhe herë të tjera bashkë, zoti Shala, në lidhje me mobilizimin e vendeve të Bashkimit Evropian, madje duke përgatitur edhe qytetarët për një luftë të mundshme.